Sot është dita e alfabetit shqip, tashmë shpallur festë zyrtare e Shqipërisë. 22 nëntori ka simbolik të veçantë dhe specifikon momentin më të madh unifikues të shqiptarëve në përkujtim të Kongresit të Manastirit, i zhvilluar mes datave 14 deri më 22 nëntor të vitit 1908. Para zhvillimit të këtij kongresi, gjuha shqipe shkruhej me disa alfabete, çka përbënte edhe një ndarje mes shqiptarëve. Deri në këtë kohë, gjuha shqipe ka qenë shkruar me të paktën 6 ose 7 alfabete të ndryshme, pa përmendur këtu dhe nën variantet e këtyre alfabeteve që shkruheshin. Dhe mungesa e një alfabeti të vetëm, pikë së pari shi edhe si një element ndari ose dasi mes shqiptarëve. Kështu alfabeti i Stambollit, që ishte miratuar në këtë kohë në 1879, pavarësisht vlerës së tij të madhe, u përdor vetëm në jugun e Shqipërisë, ndërsa po themi shkrimtarët apo pjesa e veriut të Shqipërisë përdorin alfabetin e shoqërisë Bashkimi apo të shoqërisë Agimi, jezuitët po ashtu në Shkodër. Kështu që kjo krijonte një lloj dasie mes shqiptarëve, sepse ishin duke shkruar të njëjtën gjuhë me dy standarde, po themi, ose me dy alfabete të ndryshme. Në Kongresin e Manastirit morën pjesë 50 delegat nga 26 qytete të ndryshme, klube dhe shoqata. Në këtë kongres u miratua vendimi që të pranohet alfabeti latin me disa ndryshime të shkronjave, duke i përshtatur ato për gjuhën shqipe. Deri në vendimarrjen e një alfabeti që po flasim nuk ishte kaq e lehtë. Kemi parasysh që në kongres kanë marrë pjesë rreth 50 delegat, prej të cilëve 32 prej tyre ishin me të drejtë vote, dhe në ditët e marrjes së vendimit u dolin në një, po themi, një lloj marrëveshje që të diskutohej mes 3 alfabeteve. Ai i shoqërisë Bashkimi, i Stambollit edhe i shoqërisë Agimi. Por edhe këtu nuk kishte një lloj dakordësie dhe pas 3 ditësh diskutime u vendos që alfabeti i vetëm do të ishte ai që ne kemi sot, me gërma latine, duke zgjidhur edhe një element që gjuhët e tjera që shkruhen me alfabet latin nuk e kishin, siç ishte rasti 2 shkronjshave që kemi ne, por që u zgjidh në mënyrë të veçantë, origjinale, siç e kemi ne sot, që ka Shqipja dhe nuk e kanë alfabetet të tjera. Në manastir funksionon Muzeu i Alfabetit të Gjuhës Shqipe, në të cilin gjenden rreth 56 fotografi të pjesëmarrësve dhe 230 dokumente në formë digjitale dhe në letër. Kongresi i Manastirit ka qenë ngjarja më e rëndësishme e popullit shqiptar në fillimet e shekullit të 20, ku si rezultati i kësaj pune, me 28 nëntor të vitit 1912, u shpall edhe pavarësia e Shqipërisë.